Liçeni i Shkodrës do të ketë për herë të parë një makineri të specializuar për pastrimin nga bimësia ujore. Kjo ndërhyrje u bë mundur fal një projekti ndërkombëtar të fituar nga administrata e zonave të mbrojtura në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës. Kryebashkiaku Benet Beci dhe drejtori i administratës së zonave të mbrojtura Agim Darda theksuan se mbërritja e këtij mjeti është një hap i rëndësishëm drejt mirëmbajtjes së qëndrueshme të liçenit dhe vjen pas një sër veprimesh të përbashkëta institucionale për pastrimin nga pinarët dhe ndalimin e paligjshmërisë në këtë pasuri natyrore. Kjo është një pajisje domosdoshme për që të kemi një turizëm sa më të qëndrueshëm në liçenin e Shkodrës dhe të kemi një pastërti duke mbrojtur edhe natyrën njëkohësisht në këtë liçen, në këtë zonë të mbrojtur. Kjo është realizuar nëpërmes një bashkëpunimi me Bashkinë Shkodër, e cila na ka siguruar mbështetjen e saj për pjesën logjistike dhe për ankorimin e liçenit në pranë liçenit të Shkodrës. Besoj që do të jetë një pajisje që do i blejë brezave të dashëm që të kemi një liçen sa më të pastër dhe një midis sa më të pastër. Më është edhe kjo frutë një bashkëpunimi shumë të mirë që patëm edhe me Agjencinë e Zonave të Mbrojtura. Besoj që është në atë kuadër, është në kuadër të vëmendjes së Bashkia e Shkodrës ka për liçenin, ka për turizmin, pak ka për natyrën dhe besoj është në kohën e dur ardhe e kësaj makinerie. Sigurisht do të përpiqemi ta menaxhojmë sa më mirë që dhe impakti të jetë sa më i plot në liçen. Unë mendoj që ndërhyrje të tilla sigurisht mund të thonë të vonuara, por në një sens mendoj që janë të domosdoshme tani në kuadrin e gjithë ndërhyrjeve që bëhet dhe gjithë transformimit të Bashkisë Shkodrës dhe kalimit në një nivel të standardeve të tjera për mënyrën e menaxhimit edhe të infrastrukturës që ka sot, jo vetëm liçeni, por gjithë bashkia. Liçeni i Shkodrës më i madhi në Ballkan po fiton gjithnjë më shumë vëmendjen e institucioneve me synim për ta shndërruar në një pol për zhvillimin turistik dhe ekonomik të Shkodrës dhe të rajonit.